Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia Lidhje Shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikoi qëndrimet e ministres së Arsimit Vesna Janevska ndaj mësimit në gjuhën shqipe. Kritikohet vendimi i Ministrisë së Arsimit për të ulur numrin e paraleleve në komunat me shumicë shqiptare. Partia shpreh shqetësim për deklaratat e Janevskës lidhur me miratimin e ligjeve për arsimin e lartë pa mekanizmin e badenterit. Sipas opozitares shqiptare, këto zhvillime rikthejnë kujtime nga vitet 90, kur shqiptarët përballeshin me pengesa në arsimin në gjuhën amtare dhe në përpjekjet për themelimin e institucioneve arsimore në gjuhën shqipe. Të paktën 35 janë raste të konfirmuara dhe 3 të tjera të dyshuara me etje të Nilit Perëndimor në Maqedoninë e Veriut. 6 pacientë janë në gjendje kritike dhe ndodhen në kujdes intensiv në klinikën infektive. Nga rastet e konfirmuara, shumica janë të shtruar në klinikën për sëmundje infektive, ndërsa një pacient po trajtohet në institucion shtetësor privat, bëri të ditur në një konferencë për mediat Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Ministri tha gjithashtu se gjatë hartëzimit të rasteve duhet bërë dallim mes vendbanimeve të pacientëve dhe vendit ku ata janë infektuar me virusin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë se po ushtron presion mbi përfaqësuesit e saj lidhur me qëndrimet që mbajnë rrjetet sociale ndaj lëvizjes rinore qytetare që proteston çdo ditë. Gjatë një konferencë për mediat, Berisha deklaroi për ngritjen e një strukture brenda shumicës në pushtet që po monitoron postimet e zyrtarëve të ekzekutivit për të identifikuar ata që nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore. Lideri i opozitës pretendoi se viktima e parë e këtij kontrolli do të jetë Niko Peleshi. Viktima e parë e Komisionit Balla do të jetë Niko Peleshi, i cili sipas Ballës është treguar sylesh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre. Krahas asaj, kryedemokrati u shpreh se pritet zëvendësimi i shpejtë i Peleshit me Ballën, ndërsa paralajmëroi se brenda mazhorancës do të ketë edhe figura të tjera që do të goditen nga kjo strukturë kontrolli. Laja thaj Balla i ka mbet atij. Me kryetarin e Komisionit të vëzhgimit të mjeteve digjitale, të rrjeteve sociale të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasojë. Ndaj dhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Faleminderit. Hapi e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicu përshëndet dhe nga ish presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e vlerësoi si zhvillim të mirëseardhur me synim integrimin e plot të çdo pjese të territorit dhe forcimin e rendit e ligjit. Përkundër vonesave, ky hap do të ndihmojë dhe në rritjen e nivelit të sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në vendin tonë. Mirënjohje për të gjitha institucionet angazhuara ndër vite për të arritur deri këtu, e në veçanti për policinë e Kosovës, shkruan Vjosa Osmani. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, konfirmoi se partia e tij është tërhequr nga kërkesa për balans të institucioneve me qëllim që të mundësohet themelimi i institucioneve të vendit. Hoti tha se kjo çështje është diskutuar gjerësisht brenda strukturave të LDK-s dhe se partia ka vendosur të japë mundësi procesit për të ecur përpara në mënyrë që të tejkalohet bllokada institucionale. Sipas tij, partia që ka dalë para në zgjedhje në këtë rast vetvendosje bashkë me partnerët e saj ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe qeverinë. Hoti ka përsëritur kërkesën e LDK-s për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit, duke thënë se nuk ka arsye për vonesa. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi dërgimin në prokurori të çështjes së vendimeve të qeverisë për themelimin e 18 komisioneve. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri bëri të ditur se qeveria në detyrë nuk duhet të zhvillojë procedura të reja për emërimin në pozita publike, ndërsa paralajmëroi se çështja do të trajtohet edhe në aspektin juridik. Deputeti i Aleancës tha se partia e tij nuk do të lejojë, siç u shpreh, që administrata shtetërore të vihet në funksion të një partie dhe njoftoi për kallëzim penal ndaj personave përgjegjës. Këto vendimet jashtëligjshme duhet të anulohen menjëherë, përderisa këta anëtarë të komisionit që marrin pjesë në një procedurë të jashtëligjshme duhet të kenë shumë kujdes, për shkak se Aleanca këtë çështje do ta ngrit në prokurorinë përgjithëse, duke trajtuar këtë temë përmes një kallëzimi penal, për shkak se kjo është mënyra e vetme e jonë që të pengojmë një kapje të shtetit në formën më flagrante të mundshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.